Këngëtarja e njohur Rita Ora u pa së fundmi në një dalje të qetë dhe elegante në Los Angeles, duke darkuar në restorantin Sushi Park në shoqërinë e lojtarit të pokerit dhe sipërmarrësit amerikan Dries. Rita, 35 vjeçe, kishte zgjedhur një stil kasual chic për mbrëmjen, pallto të zezë të fryrë, pantallona të gjera po ashtu të zeza dhe një bandan blu të errët, ndërsa flokët bjonde i mbulonte nën aksesor. Pamjen e plotësoi me një grim të natyrshëm dhe të lehtë. Dries, koleksionist arti dhe pjesëmarrës në emisionin Hustler Casino Live, u shfaq me një bluzë me kapuç dhe pantallona të errëta, duke i treguar në një moment diçkaritës në telefon. Së fundmi, Rita ka folur edhe për jetën familjare dhe rolin e saj si njerëk për vajzat e bashkëshortit, regjisorit Taika Waititi. Ajo ka treguar se rutina e përbashkët me familjen dhe aktivitetet e përditshme i kanë sjellë një ndjenjë qetësie dhe kuptim të vërtetë të jetës, larg shqetësimeve të zakonshme. Çifti u martua në një ceremoni sekrete në gusht 2022, pas disa vitesh miqësie dhe një lidhjeje publike që nisi në 2021. Rita ka pranuar se marrëdhënia me Waititin i ka sjellë ndjenjën e sigurisë dhe stabilitetit që kishte kërkuar gjatë viteve, duke e bërë këtë lidhje një kapitull të veçantë dhe të gëzuar në jetën e saj.